Kemi paralajmëruar, kemi dorëzuar ankesën Gjykatës Supreme. Kjo ankesë bazohet në fakte të reja të cilat i kemi siguruar e të cilat KQZ nuk i ka bërë publike. Është fjala për raportin e sekretariatit të KQZ-s për procedurën e rinumërimit, në cilin janë të evidentuara fakte të shumta për gabimet në procesin e numërimit fillestar në QKN. Nuk janë gabimet vogla, sepse ato gabime prej 6% deri në 25% janë të evidentuara në komunat të caktuara, ndërsa në total si mesatare tek votat e Partisë Demokratike ky gabim është 10.7%, në margje madhe gabimi, ndonse KQZ është munduar që ta minimizoj këtë si gabim, duke vlerësuar se në votat preferenciale të kandidatëve është 1.4%, por nëse llogaritet atëherë në të gjitha votat preferenciale të Partisë Demokratike, që i bie në 147.594 vota të PDK-s të numëruara në Qendra Komunale Numërimit, herë 10 vota preferenciale, pra janë mbi 1.470.000 vota preferenciale, me një margë gabimi prej 1.4%, i bie që mbi 20.600 vota preferenciale janë potencialisht të regjistruara gabimisht në Qendra Komunale, prandaj rezultati zgjedhor nuk mund të certifikohet i pasakt. Ligji është në këtë çështje i qartë dhe kërkon që të kemi një certifikim të rezultatit zgjedhor të saktë. Askund në ligj nuk shkruan që mund certifikohet një rezultat zgjedhor me 1.4% gabime e as me 25%, mirë po ai duhet jetë ashtu siç e ka dhënë votën qytetari. Prandaj shpresojmë shumë në profesionalizmin e Gjykatës Supreme, e cila në shumë raste ka ditë të jetë e pavarur dhe të rrëzoj vendimin e PZAP-s dhe të urdhëroj rinumërimin, sepse nuk mund të bësh deputet me votat e numëruesve, por duhet bësh me votat e qytetarëve ashtu siç i ka hedhur ditën e batut. Po ne presim sepse kemi sjell fakte shtesë, edhe nuk e di pse PZAP-ja e ka rrezu kur i ka pas tan këto prova të cilat i kemi sjell sot për juve, sepse nga 6.5% që është Mitrovica e Jugut, kemi deri te 25% ndryshim të votës. Dhe 25% edhe margja 1.4%, nëse shkojmë në total të 725.000 votuesve, janë në pyetje 101.000 vota gabim. Vetëm për Partinë Demokratike dikon janë rreth 22-3.000 vota që është ndryshimi. Dhe 22-3.000 vota nuk janë 2 vota që po bojnë hajgare. Kjo nuk është hajgare me shku deputeti me votat numëruesve. Kështu që unë besoj shumë në drejtsinë e Kosovës, besoj shumë në institucionet e vendit tonë dhe besoj shumë që do të ketë rinumërim dhe do të ketë rezultat real për të gjithë kandidatët. Kështu që s'ka nevojë më frigu askush, ata që i kanë votuesit kanë më marrë votat e veta. Për ndryshe nuk besoj që askush ka qef me marrë me votat numëruesve karrikën e deputetit. Andaj edhe këto që kemi nxjerr prej KQZ-s i kemi sjell për ju media, për ju gazetarë dhe shpresoj t'i shpërndani edhe t'i bëni live në gjitha anët aty ku duhet shkoj edhe zëri edhe i votuesve, po edhe joni në parlament, sepse votat janë ndryshe nga si thojnë. Po na besojmë shumë në Gjykatën Supreme edhe mi pas këto fakte herën e parë nuk ishin marrë fare në këtë rënd, sepse këto është gjykatë KQZ-ja apo institucion sekret, nuk e di, ata duhet me tregu vetë, jo mi maj dokumentat në sheft, jo mi maj dokumentat në përzyre dhe jo na mi gjetë dokumentat në rrugë tjera edhe mi prezentu. Sepse kjo nuk është në rregull mi mbulu 100.000 vota të kandidatëve. Unë po besoj që Gjykata Supreme do të jetë nivelin e detyrës saj edhe të përgjegjësisë, sepse rezultati zgjedhor nuk mund të certifikohet i pasakt. Ligji në këtë çështje në 109 precizon saktë që rezultati zgjedhor mund të certifikohet, masi të verifikohet dhe ai duhet të jetë i saktë. Gjithashtu kur flasëm për modelin zgjedhor të Kosovës me listat hapura, ku renditja e kandidatëve varet nga votat preferenciale, atëherë rinumërimi është obligim për me pas rezultatin e saktë ashtu siç e ka hedhur votuesi. Unë besoj shumë në këtë, nëse jo atëherë sigurisht ekziston edhe instanca gjykatës kushtetuese që nuk e ndal certifikimin e zgjedhjeve, mirë po që pastaj i vendos në situatë palakmueshme të gjithë ata që mund potencialisht të mos e respektojnë ligjin, sepse ju e dini që në zgjedhjet e fundit në ankesën që ka bërë për votat e pranuara me postë jashtë afatit ligjor, tani vetë KQZ-ja në këto zgjedhje e ka dëshmuar që ankesa ime ishte e drejtë,
sepse në zgjedhjet e kaluara janë pranuar flet votime me postë jashtë afatit ligjor deri 12 ditë, ndërsa këto zgjedhje KQZ i ka tërhequr gjitha flet votimet deri të nesërmen e ditës së zgjedhjeve në ora 16, pra që më ka dhënë drejt mua në atë periudhë kohore, mirë po që në këtë rast edhe i qiti si edhe të padijshëm vetë edhe PZAP-ën edhe Gjykatën Supreme, të cilët refuzuan në atë periudhë kohore ankesën time.